Do e kemi më që i përmënde pas Tiranës dhe Londrës në vije konferenca radhës në Berlin, apo jo me datë 27 qershor, Çfarë do mund presin si përmarrësit tashmë nga kjo konferencë, që do na mbahet në pak javë? Atëherë, ne këtu kemi shumë tema që do diskutojnë, kryesisht investimet në trojet shqipfolse, si po bën biznes diaspora, teknologjia, inovacioni, ndërtimi, real estate, turizmi, marketing, pra kemi shumë tema të cilat ne prekim. Mbi të gjitha pjesëmarrësit aty do të takojnë persona të cilët janë të gatshëm të bëjnë klientët e tyre ideal. Pra, çdo biznes që ka nevojë për rritje të shitjeve, ka nevojë për rritje të kapitalit, duhet të jetë në këtë konferencë. Dhe diçka për ta cilësuar, ne jemi si ndryshe nga dy konferencat e para, që normalisht interesi ishte më gradual, ne tani jemi gati 20 ditë përpara, 22 ditë përpara, dhe jemi pothuajse afër limitit të vendeve që ne kemi të mundshme për pjesëmarrësit. Pra kemi edhe më pak se 50 bileta të mbetura, dhe kjo tregon shumë faktikisht sepse kemi pjesëmarrës nga gjithë Europa. Dhe kjo tregon se sa shumë shqiptarë po i besojnë kësaj nisme dhe se sa shumë shqiptarët janë gati për të bashkëpunuar me njëri tjetrin.